Mirë se erdhët në gjysmë finale. Siç e shihni, jam këtu me 4 gjysmë finalistët e mbetur. Sfida e radhës do titullohet Sekreti i kujt. Dhe siç e shihni, unë nuk e kam më maskën. Sepse sekretet e mia i holla të gjitha për dhe. Kjo sfidë do të zhvillohet nga 4 konkurrentët, me 3 raunde dhe 2 finalistë. Sfida është thurur nga produksioni. Por produksioni duhet kishte besimin e starsave, dhe starsat duhet kishin shumë besim te produksioni. Me lini t'ju shpjegoj lojën. Produksioni mua më ka dhënë disa tema, pyetje, rrethana, që të gjithë starsat kanë qenë në një farë pike. Dhe ju do përpiqeni të gjeni të gjitha të sakta. Konkurrenti me më shumë pikë, sigurisht, del në finale. Konkurrenti me më pak pikë, besoj ja merr mendja vet. 0 pikë, gabim. Sakt, 1 pikë. Jemi gati? Yes, sir. Shumë mirë. Edhe unë. Me zërë kam pritur. Le të fillojmë me raundin e parë. Raundi i parë ka rreth 16 pyetje. Dhe për çdo pyetje të saktë do keni nga 1 pikë. Për çdo pyetje gabim do keni 0. Pyetjet do të jenë me alternativa, që janë 4. Dhe ju do zgjidhni një nga ato, në qoftë saktë apo gabim. Le të fillojmë. Kam qenë dëshmitare në një vrasje. A. Kesiana, B. Artemisa, C. Klea, D. Megli. Kesiana. A. Gabim, përgjigjja e saktë është Klea. I kanë vënë flakën një mullari në fshat. A. Fatosi, B. Kristel, C. Aldi, D. Genti. Fatos. Gabim, përgjigjja është Kristel. Kam tentuar të kaloj ilegalisht në një shtet tjetër. A. Aldi, B. Kostian, C. Fatosi, D. Flori. Kesiana. Përgjigjja është e saktë. Jam puthur me dikën në vil. A. Kristel, B. Klea, C. Megli, D. Gjesi. C. Megli. Përgjigjja është e saktë. Kam shpenzuar 20 milion lek në muaj dhe mbeta 0. A. Blerta, B. Kesiana, C. Artemisa, D. Juli. Artemisa. Përgjigjja është e saktë. Kam pacient kamioni. A. Genti, B. Aldi, C. Fatosi, D. Benard. Po bëj përjashtimin unë s'jam Genti. Përgjigjja është e saktë. Kam pasur vetëm një lidhje në jetën time. A. Megli, B. Blerta, C. Gjesi, D. Juli. Megli. Përgjigjja është e saktë. Më ka zënë gjumi në autobus dhe kam përfunduar në Fier. A. Kristel, B. Ema, C. Juli, D. Desi. Duhet tjetë një nga këta të rretheve që ikën për jugi, në rregull. Kështu që... Tam Kristel në kohën e vetë. Përgjigjja është e saktë, është Kristel. Kam pirë antidepresant. A. Ema, B. Kesiana, C. Klea, D. Blerta. Gjitha kam pitë o pak. Jam shumë sikur që kam pitë gjitha. Kesiana, po them. Përgjigjja është e saktë. Kam fituar burë studimi në Kanada. A. Benard, B. Juli, C. Desi, D. Flori. Desi. Përgjigjja është e saktë. Jam futur i vogël në morg. A. Fatosi, B. Aldi, C. Kostian, D. Genti. Fatosi? Përgjigjja është e gabuar, është Aldi. Pam. Jam i fiksuar pas mitologjisë egjiptiane dhe nordike. A. Flori, B. Benard, C. Kostian, D. Genti. Edhe unë jam mitologjia dhe ka bërë muhabet të Benard. Përgjigjja është e saktë.
I kam shkruar letër anonime Olti Curit në provimet të maturës. A. Fatosi, B. Kostian, C. Benard, D. Flori. Binari Flori s'ka shans. Fatosi. Përgjigjja është e saktë. Rueshti. Kam punuar si lavazhier kur nuk kisha mundësi ekonomike. A. Kostian, B. Aldi, C. Genti, D. Juli. Kostian. Juli. Përgjigjja është Kostian. e saktë. Kam pasur frikë të fle vetëm deri në moshën 17 vjeç. A. Genti, B. Aldi, C. Fatosi, D. Benard. S'mura të gjitha? Fatosi? Përgjigjja është e gabuar, është Aldi. Nga që më ka pas ndodhi fatkeqësi familjare dhe nuk shumë. Ore ti mashtruese është me hile kjo. Gjyti. Ja. Vazhdojmë. Ishi dashuri më ka bërë tatuazh. A. Megli, B. Kesiana, C. Klea, D. Ema. Lea. Ka gjë. E saktë. Është saktë. Ky ishte përfundimi i raundit të parë. Le të numërojmë pikët. Kryeson Flori me 4 pikë. Aldi dhe Gjesi janë barazim. Me 3 pikë. Kiti me jo, tha. Klea, më vjen keq, por rrugtimi jot mbaron këtu. Ti arritet të gjeje vetëm 2 pyetje dhe të fitove vetëm 2 pikë. Të jemi shumë falenderues Klea për kohën tënde Faleminderit Jova. dhe për energjinë tënde. Faleminderit. Le të fillojë raundi i dytë. Por kësaj radhe nuk ka më alternativa. Konkurrentët do ta gjejnë vetë se kush është personi për të cilën bëhet fjalë. Le të fillojmë. Gjesi, kam një tatu në pjesë të trupit që askush nuk e di. Benardi? Gabim, Ema. Kush i urren numrat tek dhe zgjedh gjithmonë anën e djathtë? Desi besoj. Gabim, Gjesi. Kush ka fshehur një aksident që ka bërë? Lea. Gabim, Aldi. Po dhe Klea ka... Ose ka fshehur. Kush ka parashikuar aksidentin e prindërve? Kostiani? Gabim, Juli. Kush nuk ka gjetur kur para në rrugë? Kristalli. E saktë. Kujt i kanë rruar vetullat kur ishte e vogël? Prit. Ta më ka thënë të kush. Duket Kesian. E saktë. Kujt i kanë rënë shkallët mbajtëse në kokë dhe vuan me dhimbje koke? Juli? Gabim. Ema. Kur punonte te lavazh. Kush ka futur kapsollën në lavatriçën e komshijes? Juli. Gabim. Fatosi. A, më ka shumë Po, shkën. po e ka thënë një. Kush ka qenë 4 vite në kurs kërcimi? Ka qenë Gjesi? Gabim. Juli. O, Juli! Kush ka humbur portofolin me lek dhe ka qarë 5 ditë rresht? Kristalli? Gabim. Ema. Kush ka kaluar një fazë gotike? Juli. Gabim. Desi. Dhe pyetja e fundit, për raundin e dytë, kujt i është vjedhur shtëpia 3 herë? Pas fash. Juli.
Gabim. Artemisa. Ore Juli të ka bjellë 3 herë, qa pa i ka punë. Atëherë, ja ku mbaroj dhe raundi 2. Gjesi, më vjen keq, por ti këtë raund nuk gjeta asnjë pyetje. Dhe na vjen shumë keq të gjithë produksionit të themi mirupafshim. Aldi. Flori. Po. Ju të dy jeni dyshja finaliste. Urime. Faleminderit. Faleminderit. Mirë se erdhët në raundin e tretë. Ky raund i tretë do bëhet më shumë për ego, midis dy djemve, Aldit dhe Florit. Ky raund do t'i japi shumë avantazh cilit do nga djemt që gjen më shumë e më pyetje. Për lojën finale. Le të fillojmë. Kush nuk është shtruar kurrë në spital? Benardi duket njëri që nuk smurët kur. Gabim, Gjesi. Kush i urren mollët? Ema. Gabim, Kristel. Kujt i mungon një dhëmb? Vetëm një apo një? Një dhëmb. Vetëm një? Një dhëmb. Megli është. E sakt. Kush ka shitur pikturë për 70 euro dhe ka fituar çmim? Lea. Gabim, Juli. Një që nuk e the? Kush i jep makinës me këmbë kur ka rrugë të largëta? Me këm? Me këmbë, te timoni. Po thot Benardi se duket pak çmenduri, po. Gabim, Genti. Po gjeti se dhe shofer kamioni, po. Kush ka thyer dorën kur ishte i vogël? Dorën, kur ishte. Po, i vogël, dhe më thënë është djalë, Benardi. E sakt. Po, do thënë Benardi zërë do t'i. Po mirë të shi, mos... Kush urren tartufin? Kartufin. Po, tartufin. Ema. Gabim, Blerta. Falem. Tani, djema, kjo është pyetja e fundit. Kush blen gjithmonë atlete një numër më të madh? Desi. Gabim, Genti, tani jeni barazim dhe do t'i shtohen 4 pyetje të tjera. Mos u mërzitni. Kush ka vendosur të mbjell flokët? I ka mbjell apo do t'i mbjelli? Ka në plan t'i mbjelli. Fatos, ka filloj ka rëndë shumë. Gabim, Artemisa. Artemisa. Aldi, Po, kam 1 milion lek kursime në të shkoqura. Desi. Gabim, Flori. A nuk pas ke ndjek dhe aftush? Flori, kam pirë cigare që fëmi. Benardi. Gabim, Genti. Shkruaja letra anonime në gjimnaz dhe i fshija nëpër banka për të futur njerëzit në sherr. Gjesi. Gabim, Kostiani. I lindër për këtë punë, i lindër për këtë punë. Vazhdojmë të jemi barazim. Na duhen edhe disa pyetje të tjera. Flori, Po, kam parashikuar shtatzanin e një personi në ëndra. këtë pak. Oceani më pjetë. Gabim, Aldi. A më t'ja fut patëm? Jo, ku pësë mja fut këtë? Kam qenë te klubi i futbollit në shkollë. Benardi. Gabim, Juli. Në ba, kësho. S'ka fe shansë. Kam dalë me 3 persona në të njëjtën kohë. Një në një date, një në një one night stand, e të tretën s'bajt në gjë. Ky duhet jetë shumë. Po nuk që Kostiani, unë do iki që këtu. Gabim, Fatosi. Po Fatos, gjemora. Kam piercing në një vend që askush nuk e di. Juli. Gabim,
Kesiana. Atëherë, kjo pyetje shkon për të dy. Kam kërcyer me deputetin e PS-s Namik Doklën në festën abetares. Kristalli. Ikun. Saktë. Kristalli? Po ja puta. Djema, në periudhën e Covidit i kam qedhur flokët zero dhe i kam mbajtur bas kot për disa vite. Kociani. Gabim. Fatosi. Më kanë hapur fanpage në vit të parë dhe s'e kam marrë vesh kur se kush ishte. Juli. E saktë. Juli. Urime Flori. Urime. Kalove në avantazh. Shumë faleminderit. Tani e dërgon finale sot.